Aktivitetet në kuadër të çeljes së sezonit turistik në Vlorë kanë vijuar dhe në ditën e dytë duke sjellë atmosferë festive përgjatë zonës së Lungomares. Pavarësisht kushteve jo shumë të favorshme të motit, pjesëmarrja ka qenë e lartë, veçanërisht nga fëmijët, të cilët kanë sjellë energji dhe gjallëri përmes aktiviteteve të shumta artistike dhe sportive. Kërcime, muzikë, teatr kukullash, lojra dhe gara sportive kanë mbushur ambientet e Lungomares, ndërsa një nga momentet më të veçanta ka qenë gara e notit me pjesëmarrjen e fëmijëve të grupmoshave të ndryshme. Aktiviteti ka tërhequr vëmendjen e pushuesve dhe qytetarëve duke krijuar një atmosferë festive në Bregdetin e Vlorës. Nënkryetaria e Bashkisë së Vlorës, Irena Toshkallari, u shpreh se pavarësisht motit, aktivitetet nuk kanë dalur dhe do të vijojnë edhe gjatë pasdites dhe mbrëmjes me evente të tjera artistike, ku pritet të kulmojnë me koncertin festiv. Sigurisht kjo tregon shpirtin sportist të fëmijëve, të cilët me ekipet e tyre kanë ardhur pavarësisht kushteve atmosferike, sapo përfunduam garën e notit me ekipin e Flamurtarit. Aktualisht janë duke u bërë njëkohësisht edhe ekipet e volejbollit, teatri kukullave njëkohësisht. Sigurisht që pavarësisht që bie shi, në pasdite do të vazhdojmë përsëri që të ketë aktivitete të tjera, ku do të ketë një kënd të dedikuar për fëmijë, vazhdon akoma panairi i produkteve artizanale që do të fillojë prej orës 18:00 do të vazhdojë deri në mbrëmje për të kulmuar me koncertin e madh festiv, ku janë emra shumë të njohur, duke nisur prej Ronela Hajatit, Elgi Dodës dhe të përfunduar me Noizin. Ndërkohë, edhe drejtoresha e Qendrës Kulturore të Vlorës, Angela Kapuani, theksoi rëndësinë e organizimit të këtyre aktiviteteve në funksion të promovimit të turizmit dhe gjallërimit të jetës kulturore në qytet, sidomos në prag të sezonit veror. Jemi në ditën e dytë të sezonit turistik të çeljes së saj. Ne kemi ardhur sot me teatrin e kukullave për fëmijë së bashku me Akademisë Star Dance për një atmosferë sa më të madhe. Njëkohësisht jemi këtu dhe në orën 7, në orën 19 të mbasdites me të tre institucionet të varësisë të Bashkisë Kulturore. Jemi presin në orën 7. Një nga aktivitetet më të pëlqyera ka qenë gara e notit, ku morën pjesë 10 fëmijë të grupmoshave të ndryshme. Trajneri i ekipit të notit, Olgert Muço, u shpreh se noti është një sport që simbolizon Vlorën dhe traditën e qytetit bregdetar. Ai theksoi se aktualisht janë rreth 15 fëmijë pjesë e ekipit të Flamurtarit në disiplinën e notit. Patjetër dhe një falënderim i shkon Bashkisë për këtë mundësi që na krijoi. Dhe me këtë rast neve çelim sezonin e notit, që është një nga sportet më të bukura dhe më elitare të qytetit tonë. Mendojmë që këtë vit neve si klub kemi arritur disa rezultate mjaft të mira dhe pozitive në garat kombëtare që kemi marrë pjesë. Po ashtu synimi jonë është që në këto gara që vinë të kemi dhe mundësinë të sjellim dhe kampionin e këtij sezoni. Sa sportist ka Vlora sot në notë? Aktualisht ne jemi të federuar me rreth 15 notar, nga të cilët duhet jenë 10 djemë dhe 5 vajza, ku kanë marrë pjesë në aktivitete kombëtare dhe madje do marrin pjesë tani në aktivitet në bar kombëtar që bëhet në Durrës. Noti, volejbolli, teatri kukullave, kërcime dhe muzika kanë shoqëruar kështu ditën e dytë të aktiviteteve në kuadër të çeljes së sezonit turistik në Vlorë, duke krijuar një atmosferë festive për qytetarët dhe vizitorët.